Valeggio ka shkrepur këtë foto në kinema fiks përpara se të fillonte të shihte filmin Fast and Furious, në shoqërinë e mikeshës së tij. Ai me sa dim është një adhurues i flakt i kinemas, ndërsa nuk humb asnjë film, nuk humb as kohën për të bërë një selfie. Paris Hilton ka marrë përsipër të realizojë një set fotosh duke personalizuar kukullën varpi. Bukuroshja duket tepër e ëmbël në fotot e këtij seti me rroba pink dhe aksesorë shumë të ëmbël, por sigurisht nuk mund të dilte jashtë vetes Paris, pasi në foto ka dhe detaje si ky që shihni, meshkuj lakuriq. Ua, sa tur! Këngëtarja dhe poetja Rozana Radi ka postuar një foto në të cilën duket tepër ndryshe. Sigurisht edhe tualeti e detajet artistike bëjnë të vetën. Bukuroshja ka falendëruar të gjithë ata që ndihmuan në këtë set fotosh, i cili pritet të dalë shumë shpejt. Gjithashtu ajo ka thënë se thonjt në këtë foto janë të lyer me flori të bardhë dhe vërtet do të kishte vënd shpreha I ke duart Flori. Ish Miss Albania e tashmë një businesswoman e suksesshme, Agnesa Vuthaj nuk zhgënjen asnjëherë. Bukuroshja ka shkrepur këtë foto në Muzeun e Luvrit dhe duhet thënë se duket në super form. Ajo thotë se është veshur e gjitha me emrin e saj, pra me brandin më të ri Agnesa Vuthaj. Sa I shkon Parisi kësaj vajze. No filter, no make-up, etj. Shumë e bukur ka dalë te kjo foto Arilena Ara. Supozohet të jetë selfie e sapo zgjuar nga gjumi, domethënë pa make-up. Këto vajzat e famshme kanë një nur që I bie që në mëngjes, aq shumë sa duken sikur I kanë vetullat me laps dhe syt me rimel. Thjesht duket.